Ayatullah Sheikh Muhammad Riza Mehdewi Kuni. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Kushdo që dëshmon dy dëshmit, dëshmin e njësimit të Allahut të madhëruar dhe të profecisë së vulës së profetëve, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, është musliman, përveç atyre që kanë armiqësi ndaj ehli bejtit të profetit dhe e shfaqin atë. Pasuesit shiat e ehli bejtit, paqja qoftë mbi ta, janë të ngarkuar që të bashkëpunojnë me të gjithë muslimanët me vëllazëri dhe me dashuri, të shoqërohen me ta në namazet me xhamat, të përcjellin xhenazet e tyre, të vizitojnë të sëmurët e tyre, të shoqërohen e të miqësohen me ta dhe t'i ndihmojnë ata. Ata duhet të shmangen nga përçarja dhe urrëtia ndaj muslimanëve të tjerë, sepse ky është qëllimi i armiqve të Islamit. Po ashtu, ata janë të ngarkuar që të respektojnë të shenjtat e të gjitha medhebeve, duhet të njohin përçarjet që krijojnë armiqtë e Islamit, të cilët i shqetëson uniteti Islam. Allahu i madhëruar thot: "Të gjithë mbauni fort për litarin e Allahut, fen, dhe mos u përçani. Kujtoni dhuntinë e Allahut për ju, sepse kur ishit në armiqësi, ai pajtoi zemrat tuaja e në saj të dhuntisë së tij u bët vëllezër, dhe ju ishit buzë greminës së zjarrit, ndërsa ai ju shpëtoi prej saj. Kështu Allahu ju a shpjegon shpalljet e veta që ju të drejtoheni në udhën e drejtë. O Allah, bëj që të triumfojë Islami dhe pasuesit e tij dhe poshtëroje mosbesimin dhe pasuesit e tij. Vërtet, heretizmi i muslimanëve dhe vrasja e tyre dhe e çdo lloj grupi qofshin dhe marrja e pasurive të tyre është ndaluar, haram. Këto vepra konsiderohen prej mëkateve të mëdha. Allahu i madhëruar thot: "Kush vret ndokënd që s'ka vrarë njeri ose që nuk ka bërë çrregullime në tokë, është sikur të ketë vrarë të gjithë njerëzit."